Atëherë, Alketa di ishte në det dhe ishte pikërisht përballë shtëpisë së saj. Vilës në Durrës janë dy vila, po njëra është hall dhe kuzhinë. Po nga mbrapa ka dy dhoma në kat, pra është vilë, jo vetëm hall, po memoria e harrojti. Sa që është vilë, pastaj harrojti. Ka dhe vilën para që u lam, që ishte rrinte vet. Gjoda, do ta them se e kanë hequr videon. Gjoda i vën një shall në sy dhe i thotë do të bëj një surprizë Alketës në Amerikën Latine. E hypën në avion dhe e sjellë te shtëpia e Durrësit, te vila e Durrësit, Currila. Afër në buzdetit. I heq shallin, thotë si flet, jam kurioze. Bram, jo. Hej, shiko ku të kam sjellur. Po kjo është shtëpia ime, i thot Alketa Muka. Çfarë thua? Po ku e gjetë Chelsea? Atë pëlqen. Po shtëpia ime, si më solle këtu? Si gjetë Chelsea? Ai thot që ma dha Leta. Leta shkon në çdo shtëpi të Alketës kur s'është Alketa. Ka studiuar Alketën që i vinte Chelsea në tokë, tek ajo shtëpi të shtylla në tokë të shtyllës, në ngjitur shtyllës. Se është një shtyllë para. Dhe të shtëpiat e tjera poshtë vazos ose në tokën e dheut të vazos. Leta kishte studiuar shumë mirë Alketën dhe shkon gjithmonë në shtëpitë e Alketës. Shkonte në gjithë, si në Amerikë, si në çdo vend, ndjek Alketën me shekuj. Dhe bënte qef me shoqërinë e Gjodës. Gjoda kësaj radhe sepse nuk e dinte që ishte Alketa Mukës. Gjoda me sa duket nuk e njihte ende Alketa Mukën tamam. Dhe i tha, a din ku t'ja është shtëpia, i tha Leta me shaka. Është e kësaj budalles, se i quanin budalle. S'ka mundësi, i tha Gjoda. Dhe e merr Gjoda, i lidh sytë dhe çon të shtëpia për të kuptuar është e Alketa Mukës apo jo. Kur i tha që është shtëpia ime, u bind më në fund Gjoda që ishte shtëpia Alketa Mukës. Dhe ndeti me Gjodën, por mori shoqëri. Sa ndeti vetëm? Vetëm një natë ndeti me Alketa Mukën dhe solli një shoqëri të tërë. 10 meshkuj, 10 femra. Por Alketa u zemrua, sepse nuk e dinte që Gjoda kishte ardhur për qefit e veta dhe Alketën vetëm do e përdorte. I late hyr vila tjetër, që ishte një hall i madh, kuzhina e madhe, tavolina me 20 karike, po nën 2 përballë, e tham gabim tje. Po, sigurisht na ndigjemi çdo natë, edhe sot isha gabim në llogaritje pak në mëngjes. Sepse harroj, mora 2 kg, kujtohet se kisha marrë 1 kg. Po, këto llogaritjet e vogla duhen bërë rëndësi sepse fillon digje truri dhe fillojnë mangësitë që ne duam durin. Po, na vret duri dhe se kuptojmë që na vret duri dhe duret. E duam durin se s'bën. Ne vritemi, po e duam. Po, kështu fillojnë ato mos arsyetimet. Nga gjëja më e vogël fillojnë gjërat e mëdha. Dhe Gjodën e linte me shoqërinë vilën tjetër, vetë flinte në vilën tjetër, donte të rinte rahat. Mund të vinte dikush, një djalë nga që Alketa mos ishte vetëm, nga shoqëria, por jo Gjoda. Derisa Alketa u zemrua, nuk po duronte dot këtë lloj ambienti që kishte krijuar Gjoda me shoqërinë, nuk po i pëlqente, ai nuk dinte të fliste fare me Alketën. Dhe i thot Jezujit, se kuptoi që ishte dhe Jezuji në numrin e shoqërisë, dhe i thot, o Jezu, a do i heqësh shoqërinë tënde sepse dua të ri vetëm. Dhe Jezuji i heq, por e kthen 10 vjeç. Alketa nuk e di sa e mban, 10 vjeç atje, dhe ju kujtua Alketës që ishte patoku që laj në ujë, si patok 10 vjeçar, që i kishte kthyer Jezuji. Pse të theu Jezuji 10 vjeç? Mbajtje dhe 10 ditë të tjera, po shoqëri. Nga që Alketa tha mos i mbaj, mbajtje dhe 10 ditë të tjera dhe Alketën e la 10 vjeçë si patok. Ky është Jezuji që nuk përfyll Alketën e gjor. Kjo ishte kujtesa e shtëpisë. Pastaj ikën. Nuk mban mend pastaj. Nuk e di çka ka ndodhur pastaj në këtë histori. Po, mbasi e ktheu 10 vjeç, kuptojmë pastaj kur ikën çfarë ndodhi. Kur ta kujtojmë do flasim. Do thonim që për shtëpinë që na ndiqte Leta, dhe kemi një vilë tjetër në Durrës, por është sa kaç është, se nuk e mbaj mend, 2 apo 3. 5 kaçe. Është një vilë shumë e madhe, që ngjan si
vilat e kryesorëve politikës për shembull, po ngjan kapamjen të tillë. Ka qenë Alketa Mukës dhe binte ziles Leta, si ishte mësuar që të vilte, në çdo, jo të vilte, po të jetonte në çdo shtëpi të Alketës ku srinte Alketa Muka, por nuk hapte dot vetëm këtë hyrje, nuk e hapte dot. Dhe unë nxe me Alketa Mukën që kishte fshehur, kishte ndryshuar taksin, Chelsea ishte vetëm për Alketa Mukën, e hapte vetëm Alketa Muka të shtëpi. Nuk e di si kishte si puna kartës që fut kartën dhe futet vetëm me dorën e Alketa Mukës kur është karta e Alketa Mukës. Dhe Chelsea hap vetëm me dorën e Alketa Mukës, askush, as Jezuj, askush. Leta unë nxe dhe bie zilës dhe nxehet kërcënon Alketën çdo natë. Unë do të vras ty dhe familjen tënde. Familja e Alketës ishin vetëm fuqit, sepse kishte çdo gjë, pasuri në dorëzim të fuqive, djemve të fuqive. Pra çdo gjë e shtrirë në shtresën e fuqive. Po, Alketa gjithë pasuritë e saj ka në dorëzim të gjithë djemve të fuqisë, që janë kryesorët, pastaj janë punëtorët. Merr pjesë në çdo gjë, por pak. Merrte për shembull marr 2000 euro kaq nga një punë. I linte vet. Si puna e Vodafonit. Vodafone i merr vetëm 2000 euro magazinën që si quhet magazin, që është ndërtesa, që është puna e Vodafonit, po e quhet magazin. Po, kompania Vodafone ka ndërtesën, po është qiraja 2000 euro kaq merrte dhe punonte Jezuj. Pra Alketa ka ndihmuar shumë në dorëzim. Për të ndihmuar sepse ishin 3 skicot smur, po. Merrte vesh Jezuj, mban vetëm 3 skicot. Dhe kërcënoi Leta, unë do të vras, do të shye, do të bëj, do të vras gjithë me familje, me çdo gjë, do ju zhduk. Por këtë çdo natë, sa një ditë vuri alarm, jo zile, dhe quan alarmi kur i binte Alketa ishte alarmi i shtëpisë brenda, dhe kur i binte Leta ishte alarmi i policisë. Sepse e shqetësoi shumë Alketën në Durrës. Dhe kur i binte Alketa, Leta i vinte në moment dhe i thoshte pse tu hap alarmi ty. Mua më hapet alarmi se kam bërë për qef, është shtëpia ime. Se tha më hapet mua. Po pra poshtë i shtëpisë, nuk donte që të kuptonte Leta që alarmi ishte për Letën, por në polici. Leta nuk kuptonte gjë. Dhe i binte ziles, por e merrte policia. 5 herë ka marrë policia, herën e 6. Ajo ka marrë 100 thika për të vrarë Alketa Mukën, se harronte që vinte policia dhe se kishte kuptuar që ishte alarmi, që shkon në polici. E quante alarmin e shtëpisë se ashtu kishte bërë Alketa se është budalle. Dhe për vete. Dhe vjen 10 policë më duket, por ajo i vret me thika, me 100 thika, i kishte marrë të vriste Alketën. Dhe mbasi Alketa alarmohet se kuptoi zhurma që po ndodh diçka, ajo iku me vrap, i vrau dhe iku me vrap. Alketa lajmëroi Jezuin që shëroheshin policat dhe i shëroi policat. Por nuk është se ngeli Alketa pa i marrë thikat. Alketa vdiq, prandaj Alketa u vra. Por as policat nuk arritën dot se u vran nga Leta. Sepse Jezuj do të luaj, do të marri pasuritë me vjedhje, nuk i pëlqen si jep Alketa. Po, do të marri me vjedhje se i mbush mendjen Leta se e do shumë. Por Leta kur vrau Alketën, po me thika, me çfarë e ka vrarë, kur vrau Alketën, Leta tani ndishte Jezuin, se Jezuj i mbushi mendjen aple që do mbash gjithë pasurinë e Alketës ti, vrite Alketën dhe ndihmoi Jezuj që të vritej Alketa. Po, kjo është historia. U bind Jezuj të vriste Alketën se nuk ishte pasuri Jezuj. Pra budalli Jezu vrau Alketën bashkë me grupin skicot Apple Durlet. Më pas ata ndiqnin Jezuin kudo që shkonte në shtëpitë e Alketës, vritej Jezuj me thika. Zhduku nga shtëpia Alketa Mukës, ti e vrave. Dhe të gjithë fuqit që shkonin në shtëpitë e tyre, sepse ja kishte dorëzuar Alketa, ja kishte dhënë në dorëzim Alketa shtëpia që janë të tyre, vriteshin gjithë fuqit, sepse tashmë ishin shtëpiat e Apple Duri Letës se u vra Alketa Muka. Fuqit janë vrarë nga Duri Apple Leta se rrin në shtëpitë që i ka dhënë Alketa ndërsim. Pra, quhen shtëpitë e tyre. Por a kuptuan fuqit që Duri Apple Leta tallën dhe i vrasin? Dhe sot janë shtëpitë e Durit Apple Letës dhe ata rrin rrugëve. Se ndryshe vriten. Dhe kujtojnë se ishte hyni ose diçka e mallkuar që i vrau Alketa dhe tani i urrejnë Alketën se janë vrarë nga Alketa. Po bote idiote dhe fuqive. Atëherë
po ju them, ju vret lehta aple dure ju ndjekin në çdo shtëpi të Alketa Mukës. Sepse vran Alketa Mukën dhe do e vrasin Alketa Mukën, se shtëpitë janë të durit aple letës. Kështu po bëjnë dhe me njerëzit, i shkojnë në shtëpi, i marrin, i çojnë aparatura, i vrasin se shtëpia është e letës. I mësove të keq. Janë 3 skico të smur me dorë që u mësuan të vjedhin shtëpia dhe biznese. Shkojnë te biznesi tjetër, e marrin, e çojnë aparatura, e vrasin dhe thonë biznesi është i imi. Po këtu ka arritur Jezui i dashur me ignorantët dhe skicofrenët, kriminalin ekstrem, dura për letë. Dhe thot ende që do vazhdoj ende, po vazhdove ende, morëm fund njerëzimi, Alketa të gjithë.